Nuk e di, mirë po tash duke u bazu me terapit të shtrenjta të cilat janë aktualisht që përdoren në Kosovë dhe që kanë atë patentën, sepse çdo ilaç i ri ka një patentë disa vjeçare, cilën nuk mund ta prodhoj askush tjetër përveç asaj kompanie që e ka zbulu. Edhe derisa e ka atë patentë është terapi shumë e shtrenjtë. Aktualisht ne kemi terapi në Kosovë që kushton 3 deri në 4.000 euro një dozë për një pacient. Do të kostoja pritet me qenë shumë e lartë. Mirë po, ajo që është e rëndësishme është se dalën prej disa terapive të tjera, është, si me thonë, është shumë e lehtë për me injektu të pacienti, nevojitet doza më të ulta dhe po besoj që ndoshta kostoja nuk do të jetë shumë e lartë, por sigurisht që çdo jetë që mund ta shpëtoj ai ilaç, unë besoj shumë se do t'ja vlej çfarëdo kosto që e ka.